Kompania Soria L e Alma Tafanit e ka fituar tenderin për gatim dhe shpërndarje ushqimi të punonjësve të policisë së shtetit, studiuesve dhe kursantëve në Akademinë e Sigurisë në 7 shkurt të vitit 2025 me një afat 3 vjeçar. Shuma e kontratës ka vlerën e rreth 276 milion lekëve ose rreth 3 milion euro. Në garë kanë marrë pjesë edhe kompanit Dajti Park 2007 dhe Solid & Co, të dyja të skualifikuara. Sipas të dhënave të Open Procurement, të dy subjektet nuk kishin paraqitur ofertën ekonomike dhe dokumentet për kualifikim sipas kërkesave, që prej periudhës së monitorimit. Prej Open Procurement, subjekti Soria L ka fituar 71 tendera, ku 51 janë në sektorin e shëndetësisë, me rreth 1 miliard e 800 milion lek ose 18 milion euro. Soria L është e themeluar në vitin 2002 dhe pronare dhe njëkohësisht administratore është Alma Tafani, e shpallur në kërkim këtë të njëjta. 2 vite pas themelimit, Tafani jep 50% aksioneve ish bashkëshortit të saj, Nikolin Jaka, ndërsa në 2007 ajo bëhet sërish pronare e plotë e kompanisë. Tenderat e fituara nga Tafani kanë qenë shpesh tema të lajmeve në medje për formën e fituar. Po ashtu dhe në vitin 2022 u publikuan pamje ku çarçafët e spitaleve transportoheshin me mjete të dedikuara për ushqimet.